Të nderuar vëllezër, Allahun subhanahu wa taala falënderojmë, atë e madhërojmë dhe ndaj tij jemi mirënjohës për begatit e tija të shumta dhe të panumërta, me të cilat Allahu xhalla shanu vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton të adhurohet përpos Allahu xhalla shanu, i cili është një, pa ortak dhe pa rival. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahu xhalla shanu, me të cilin Allahu subhanahu wa taala e vulosi vargun e pejgamberisë. Paqja dhe bekimi, salavatet dhe selamet qëmshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqert, dhe mbi gjithë besimtarë që sinqerisht ecin hapat e tyre deri në ditën e Kiametit. Pra, ky është mësimi i dytë nga mësimet që kanë të bëjnë me besimin islam, që kanë të bëjnë me akiden islame, mësime që mundohen t'ja shërojnë muslimanëve shtyllat e imanit, pjesë përbërëse të besimit. Tham në dersën e kaluar se kjo besimi është motori tek besimtari, është thelbi dhe esenca. Nëse ajo është në rregull, tjerat vijojnë në rregullsi. Nëse kjo është e prishur dhe e kalbur, s'mund me kon tjerat më të mira, po edhe nëse janë të mira, ato janë pa vlerë. Ato nuk kanë peshë të Allahu subhanahu wa taala. Folëm disa mësime hyrëse mbi shkencën apo mësimet e besimit, dhe folëm se nevoja e njeriut për të besuar në Allahun xhalla shanu ekziston, dhe se Allahu xhalla shanu e ka krijuar njeriun si mëkëmbës në rrugën toksor, dhe se qëllimi i krijimit të njeriut është adhurimi i Allahu xhalla shanuhu, dhe treguam se udhëzimi është dy lloje. Udhëzimi i natyrshëm, i cili është i kodifikuar në personalitetin e besimtarit, dhe e dyta është udhëzim i ndihmuar apo i ardhur nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe arritëm e sqaruam se njeriu kur lind besim drejt, lind në fitrat, lind në naturalitetin e pastër, i cili e përgadit njeriu të jetë besimtar. E pastaj prindërit ja ndrojnë besimin, e bëjnë të krishterë, apo qifut, apo idhujtar, apo sikur se ka në hadithin tjetër, vinë shejtanët dhe mundohen të largojnë nga rruga e drejt, nga naturaliteti i pastër në të cilin e ka krijuar Allahu xhalla shanu njeriu. Pastaj flasim për fazën tjetër, fazën e pejgamberëve dhe shpalljes. Allahu xhalla shanu e krijoi Ademin alayhis salam dhe i krijoi pasardhësit e tij, dhe ata vazhduan në besimin e drejtë, në monoteizëm, në tauhid, të veçuarit e Allahut me adhurim. Deri kur? Deri 10 shekuj me radhë. 10 shekuj ata vazhduan udhën e drejtë, besimin e drejtë. Nuk larguan nga ky besim, dhe me këtë e demantojmë teorinë e atyre që thëjnë se monoteizmi është faza e fundit e evolucionit të besimeve, që kanë ardhur nga besimet idhujtariste apo politeiste deri në besimet monoteiste apo besimin në Zotin një. Nuk është kjo e vërtetë. Në për librat e historisë e religioneve haset kjo, sepse kjo përpudhet me teorinë e Darwinit, me teorinë e evolucionit, prej gjërave domethënë të thjeshta drejt gjërave të komplikuara. Mirë po, sipas argumenteve kuranore dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derse e kundërta është e saktë. Njerëzit kanë qenë besim drejt. Njerëzit kanë qenë monoteist.
Njerëzit kanë besuar Allahun një, e pastaj me kalimin e kohës, ata janë larguar nga besimi në Allahun një, dhe kanë filluar të besojnë burrëve dhe drunve përpas Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithë këta njerëz 10 shekuj me radhë ishin në besimin e pastër Islam. Ishin në shariatin e Ademit alayhi salatu wassalam. E pastaj në kohën e Nuhit alayhi salam, ata filluan të largohen nga rruga e Allahu xhalla shanuhu, filluan të shpikin idhujtarin dhe filluan të shmangin mësimet të Ademit alayhi salatu wassalam, e dërgoi Allahu xhalla shanuhu Nuhin si rasul të parin, i cili filloi të thret njerëzit në besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala. Thot Ebu Umamete al-Bahiliu radiallahu anhu, se një njeri i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, e nebijen kana Adem, a ishte nebi pejgamber Ademi alaihi salatu wassalam? Tha po. Qal fa kam kana bainahu wa baina Nuh, sa kohë kishte mes tij dhe Nuhit? Tha 10 kurun, 10 shekuj të plot. Pra, këtë hadith e transmeton Ibn Hibani dhe Tabraniu, për të cilin ulemat kanë thënë se është hadith i vërtet. Argument se 10 shekuj me radhë, njerëzit kanë vazhduar besimin e drejtë, derisa erdhi koha e Nuhit alayhi salatu wassalam. Dhe këtë e dëshmon ajeti kuranor, ku Allahu xhalla sha'nu në surën Al-Baqara, ajeti 213 thot: Kana an-nasu ummatan wahidatan فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Njerëzit ishin një ummet, një popull, një besim. E Allahu dërgoi pejgamber mundhirin që tërhekin vërejtjen dhe mubeshirin dhe japin myshde. Dhe zbriti me ta librin që e solli hakun. Pse? Liyahkuma bayna an-nas, që gjykon mes njerëzve në gjëra që ata kanë mendime të ndryshme. Thot pastaj ata që u erdh argumenti dhe fakti, pastaj që edhe u ndan mes veti dhe u përçan. Kjo ndodhi nga shkaku i zullumit dhe padrejtisë mes tyre. E Allahu xhalla shani udhëzoi besimtar në gjëra që kishin divergjenca dhe mendime të ndryshme drejt hakut me lejen e tij. Wallahu yahdi man yasha ila siratil mustaqim. Allahu ka ndon e drejton në rrugën e drejtë. Pa dhe kjo ajet tregon se njerëzit ishin një ummet, e pastaj u përçan fe, besime dhe sekte të ndryshme, e i udhëzon Allahu në rrugën e drejtë besimtarët e vërtetë. Andaj nuk mundet me qenë njeriu me kërku hakun, me lyp të vërtetën e me mbet delalet dhe ndevim, nuk ka mundësi dhe nuk ka shans. Nëse sinqerisht e hulumton dhe e kërkon, ka me të ndihmu Allahu me ardhë e vërteta. Sot kemi na shumë shembuj të njerëzve që e kërkojnë të vërtetën dhe arrin deri te Islami. Po kemi edhe nga e kaluara një rast shumë interesant. Rast i Salman Farisiut radiallahu anhu, i cili ishte idhujtar, i besonte zjarrit në Persi. Baba i tij ishte kujdestar i zjarrit. Por ai e brengos të kjo, si ka mundësi që zjarrit adhurohet, dhe kërkon të vërtetën dhe hakun. E u takua me të krishterët, e shkoj dhe u sheshru me krishterët dhe me priftër dhe murgjër krishterët. Prej të njënit të tjetri, prej dytit të i tretit, vdiqke ki i pari shkoj këtë i dyti, vdiqke i dyti shkoj këtë i tretit, dhe sa i fundit i tha, shiko be djallë, për shëf se ti e ki me rak të vërtetën, është afru koha më ardhë pejgamberi i fundit. Më një vend që ka hurma,
Thot nëse ndëgjon që ka ardhur ai njeri shko dhe besoj ati dhe est rrugës ati se ajo është feja e vërtet. Të regim i gjatë, deri se ardhë Selmanin Medine, e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ja boni një test, se punoj ke roktar, mledh ke hurma më një fush dhe më një artë të hurmave. Erë një ditë dhe i dha një shport me hurma, i tha këtë i ki sadaka. I mur hurmat pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe vavat tjerëve nuk i hangër vetë. Tha kjo një. Nesër me të erdhë e mur një shport me hurma dhe i tha, këtë i ke dhurat prej meje. I mori dhe i ngrëni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha u bon dy. Se kështu i kishte thonë e priftëri, se testi a është pejgamberi Allahut nëse jep sadaka, ai sadaka nuk e merr. Sadaka nuk e merr. E nëse jep hedijen e merr. Edhe u vërtetua sa ishte pejgamberi i Allahut dhe u bë besimtar musliman, pra kishte bë udhtim të gjatë. Dhe erdhte vërteta dhe u bë njeri që e përcjellke sinqerisht dhe seriozisht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj u zot Allahu ka e drejta dhe vërteta ata që e lypin dhe kërkojnë të vërtetën. Gjithashtu transmeton Imam Buhariu nga Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu se ka thonë, kana bejnë Adem wa Nuh 10 qurun, kulluhum alë islam. Mes Ademit dhe Nuhit kishte 10 shekuj, gjithë ata ishin në islam. Gjithashtu Allahu Jalla Shanu në surën Yunus ajetin 19 thot: "Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون." Njerëzit ishin një ummet, një popull. Pastaj u përçan me zveti. E sikurse mos kishte qenë caktimi e Allahut. Allahu Gjelle Shanu kishte me vendos se me ka është haku dhe kush ka gabu, për me lënë një besim njerëzit. Për ka caktu Allahu Gjelle Shanu që të ketë lloj-llojshmëri në besime, pse? Për të kuptuar vlera e të mirës dhe e keqja e të keqës. Se mos me kon e zeza se marrin vesh njerëzit vlerën e të bardhës. Mos me kon nata se marrin vesh njerëzit vlerën e ditës. Mos me qenë shirku dhe kufri se marrin vesh njerëzit vlerën e tauhidit dhe besimit në Allahun një. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Baqara ajeti 253 thot: "Walau sha'a Allah ma qtatala alladhina min ba'dihim", po kishte dashur Allahu, nuk do të luftonin me zvete pasi që u ardhën faktet dhe argumentet min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, walakin ikhtalafu, për ata u dalluan, u përçan me zveti. Faminhum men amen, disa për tyre besuan, wa minhum men kafar, e disa për tyre mohuan, walau sha'a Allahu ma qtatalu, po kishte dashur Allahu ata nuk do të vriteshin me zvete, walakin Allah yaf'alu ma yurid, por Allahu e bën atë që ai dëshiron. Për këtë shkak Allahu Jalla Shanu dërgoi librat e tij, udhëzim, mëshirë, sqarim dhe eliminim i ikhtilafit, i kundërshtimit mes njerëzve. Që gjithë njerëzit t'i kthejnë hakut dhe drejtësisë. Thot Allahu Jalla Shanu në surën An-Nahl, ajeti 63 dhe 64, Tallahi, betohet Allahu në vetvete, Tallahi pasha Allahun, laqad arsalna ila umamin min qablika, na i kemi dërguar popujve para teje. Fëzejjene lehumu shejtanu amalehum, dhe më dhënë shpallë dhe pejgamber. E shejtani u astolisi dhe zbukuroj veprat e tyre. Fa huwa waliyuhum al-yawm, edhe sot në ahiret, ai ka me qenë miku i tyre. Walahum adhabun elim, dhe kanë me pas dënim të dhëmshëm. Wama anzalna alayka al-kitaba illa litubayyana lahum, e na librin e kemi zbritur që t'ju asqërësh atyreve
gjërat që ata kanë mendime të ndryshme rreth saj. Wa hudan udhzim wa rahmatan liqaumin yu'minun, dhe besimtar dhe mëshirë për popullin besimtar. Pra, kjo është gjithashtu sharim se Kur'ani, shpallja, pejgambert kanë ardhur për t'i udhëzuar njerëzit ka haku. Njerëzit sot thënë Allahu është Zot. Dikush thot Isa a.s. është Zot. Dikush thot Uzejri është Zot. Dikush thot planetet, krijesat janë Zot, krijojnë natyra është Zot dhe krijon e kështu me radhë. Cila është e vërteta? Në ka ndihmuar Allahu xhallashanu me shpallje, me pejgamber dhe Kur'an, që ta kuptojmë se cila është e vërteta. E cila e vërtet është përputhje me atë që anon zemra ka ajo e vërtet. Se Allahu është një krijuesi i qiellit dhe tokës dhe vetëm ai meriton të adhurohet dhe askush tjetër përveç tij subhanahu wa ta'ala. Pra Kur'ani me këto ajete tregon se njerëzit kanë qenë një familje. Edhe në mendime dhe në botë kuptime kanë qenë një familje. E pastaj me kalimin e kohës dhe me shtimin e numrit të familjes u shtuan mendimet, botë kuptimet dhe besimet. Një pjesë vazhdoi hakun e një pjesë u largua dhe u shmang nga haku, nga ndikimi i kurtheve dhe mashimeve të shejtanit. Atëra, kur ardhën botë kuptimet e ndryshme, pikpamjet e ndryshme, metodat e ndryshme, atëra Allahu xhallashani dërgoi pejgamber të t'ja tërheqin vërejtën njerëzve, kjo është rruga e drejtë. Këtë rrugë pasone, më shkoni djathtas dhe majtas e të largoheni nga rruga Allahu subhanahu wa taala dhe dërgoi pejgamber t'u japin myshde atyreve që vazhdojnë, përqendrojnë dhe durojnë në këtë rrugë të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra vim dhe i të meselë tjetër, nevoja e njerëzimit për shpallje. Jeta e njerëzimit nuk mundet tjetë stabile, nuk mundet tjetë e organizume në mungesë të pejgamberëve të Allahu xhallashanu. Sepse shpallja është e domosdoshme për njerëzimin. Ata nuk mund të jetojnë pa shpallje. Dhe nevoja e njerëzve për shpallje është më e madhe se nevoja për çdo tjetër përpos se shpalljes. Se shpallja është shpirti i botës, drita dhe jeta e botës. Andaj nuk ka mundësi me vazhdu jeta në rrugën toksor në mungesë të shpirtit, jetës dhe dritës. Pra shkak Allahu xhallashanu shpallën që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dhënë emrin ruh, shpirt. E ka emërtuar nur, dritë. E njeriu, ashtu sikur se njeriu nuk ka mundësi të jeton pa shpirt, i cili është shkaku i jetës, e as pa dritë, i cili është shkaku i udhëzimit, ashtu nuk mund të jeton pa shpallje të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu xhallashanu në surën Ash-Shura, ajeti 52-53. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. شنو تشفالم تي شبيرتن ضد القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان. Ti nuk e di se çka është libri e as çka është imani. Për Allahu ta mësoj. Pastaj thot وَجَعَلْنَاهُ نُورًا dhe e bëm Kur'anin nur, dritë. Nehdi bi men neshau min ibadina, udhëzojmë ata rob që dojmë në rrugën e drejtë të Allahut. Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. E ti o Muhammed je shkaktar për të udhëzuar njerëzit në rrugën e drejtë. Rrugën e Allahut, i cili ka atë që është në qiell dhe atë që është tokë, ala ila Allahi tasirul umur, dhe te Allahu kthehen gjërat. Gjithashtu në surën Al-An'am ajeti 122 thot Allahu xhallashanu
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. A është i barabartë i vdekurit që na e ngjallëm atë me çka? Me shpallje, me Kur'an, me Islam. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا dhe i dham dritë. Ky njeri që ka i vdek, e unë gjallë me fe, ishte në rësirë, e janë ndriquam rrugën me nur të shpalljes. A është sikur se ai që vazhdon udhën me errësira dhe nuk mund të dalë për tëra? Nuk është i barabartë. S'ka shansa me qenë i barabartë. Po shka, kedhalike zujnë l'kafirine ma kanë me amelun, kafirave u zbukurohet aje që e bëjnë ata nga shejtani. Ajo është në rësirë, por e din vetën se është në mirësi. Ajo është i vdekur në kuptimin shpirtnor, por mendon se është i gjallë dhe i dobishëm dhe kënaqet dhe argëtohet edhe frejt në dynjë. Andaj këto ajete tregojnë se shpallja i jep jetë jetës. Nuk mund me pas jetesë të mirë, të vërtetë, të plotë, të shëndosh në mungesë të fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhalla shanu i dërgoi njerëzimit pejgamber një pas një. Zëre që devion të një popull, ja çonte një pejgamber. E ushtuan pejgambert Allahu xhalla shanu, sa që nuk mbeti popull tek i cili nuk ishte dërguar Allahu xhalla shanu pejgamber, se që të eliminon arsyetimin dhe justifikimin e njerëzve. Thot Allahu në Kur'an: "Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir." Ne ty Muhammed kemi dërguar me hak, me vërtetën, bashiran wa nadhira. Sjellësh myshë dhe t'u tërheqësh vërejtën njerëzve. Pastaj thot, nuk ka popull në të cilin nuk ka patur pejgamber. Dhe thot, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. Çdo popull ka patur pejgamber. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. E kur ka ardhur pejgamberi i tyre, është gjykuar me drejtësi mes tyre, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, dhe atyre as pak zullum nuk është bën. Dhe thot, إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ. O Muhammed, ti je ai që va tërheq vërejtjen vetëm. Pastaj thot, وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Dhe çdo popull i kemi dërguar njerëz që i thrasin në udhëzim. Abu Dharr radhiyallahu anhu thot, i thash pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, kam adadul anbiya?" Sa anbiya ka pas? Sa anbiya pejgamber të Allahut ka pas? Tha 100,000 wa 14,000. Tha 114,000 anbiya ka pasur. Shikoni? 114,000 enbiya, pse nga rahmeti që ka pas Allahu për njerëzit. Si kalon popujt vetmuar, por u ka qu pejgamber që tu bin fakte dhe argumente që ata mos vazhdojnë në devijim. E tha, ja Rasulullah, kemi rasulu min dhalik. Sa rasul kanë qenë, dhe sigurisht se ju e dini dallimin mes nebijut dhe rasulit. Po si dhe qoftë, në mësimet e ardhshme kur vim të flasim për pejgamberët, atëherë do të shërojmë dallimin mes nebijut dhe rasulit. E tha, sa rasul ka pas? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 315 jam'an ghafira, 315 rasul. Këtë hadith e bën Imam Ahmedi, hadithi është sahih. Për gjithë të pejgamber i ka dërgu Allahu xhallashan me shariate për njerëzit, që t'ju ashërojnë ligjet e Allahut, t'ju kumtojnë ligjet e Allahut, dhe ti njoftojnë njerëzit me Allahun, Zotin e tyre, me njoftim të vërtetë, e ti rregullojnë sjelljet, mendimet dhe lëvizjet e tyre, me shpalljen e Allahut subhanahu wa taala, sepse mendja e njeriut vetiu nuk mund të udhëzohet 100% në mësimet dhe detajet e mësimeve të fesë të Allahut subhanahu wa taala. Njeriu me mendjen e vet nuk mund të kupton atë që është e dobishme për të në dynjë dhe atë që është e dobishme për të në ahiret.
Njeriu me mendjen e tij nuk mund ta kupton atë që është gajb dhe që nuk e sheh. Andaj erdhën pejgamberët e Allahut dhe ja sqaruan të gjërat e gjitha që kishin nevojë për to. Saqë një ditë për ditëve u ngrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Abu Dharri, dhe nuk la gjë e cila na sjell dobi në dynjë apo në ahiret e nuk na e tregoi. Dhe nuk la gjë e cila na sjell dëm në dynjë apo në ahiret dhe nuk na e tregoi. Madje na tregoi dëmin dhe dobin që e bartin shpesë në kartë të. Pra, çdo gjë që kemi nevojë për të, ne e ka shëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka thonë: "Taraktukum ala mahajjati al-bayda, lejluha kanahariha, la yazigu anha illa halik." Ju kam lërë në rrugë të qartë dhe të bardhë, ku dita dhe nata janë të barabarta, nuk ka errësira dhe paqartësira në të. La yazigu anha illa al-halik, e nga kjo rrugë largohet dhe devjen vetëm ai që është i shkatruar, dhe vetëm ai që është i mallkuar nga Allahu subhanahu wa taala. Për çdo gjë që kemi nevojë ne ka shëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe do ka treguar pejgamberi popujve para nesh. E jona është ku luftojmë atë fjalë të Allahut që ka dhënë pejgamberëve dhe atë fjalë pejgamberëve që i kanë lënë pas vete për ne, kapemi për to dhe të vazhdojmë në rrugën e tyre. Pejgamberët e Allahut janë shembull për njerëzimin. Ata duhet të pasohen për njerëzimin. Dhe ata padyshim kanë lënë ndresa dhe gjurmë të paharrueshme në jetën e njerëzimit dhe ata janë shkaku i çdo të mira që ekziston sot në rrugën tonë. Dhe normalisht, sikur se çdo proces, edhe procesi i shpalljes e ka fillimin dhe ka mbarimin e vet. Shpallja e fundit ishte shpallja që ia dha Allahu xhalla shanu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Me këtë përfundoi pejgamberia, me këtë përfundoi ardha e shpalljes së qiellit. Thot Allahu xhalla shanu në Kur'an: "Ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin." Muhamedi nuk është bab i dikujt për njerëzve, por është Rasulullah, pejgamberi i Allahut, wa khatamun nabiyyin dhe vula e pejgamberisë. S'ka pejgamber mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është vula e pejgamberisë. Është njeriu i zgjedhur që ta përfundon këtë varg dhe zinxhir të burrave të devotshëm, të burrave të ndershëm, të burrave të dobishëm, u përfundua me ka? Me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Transmeton Imam Muslimi sa e ti, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka thonë: "Fuddiltu al-anbiya bi sitt." Dallohem mbi pejgamber tjerë me 6 gjëra. I kam 6 gjëra që si kanë pejgamber tjerë. E para, u'titu jawami al-kalim. Mi ka dhënë Allahu fjalë përmbledhëse. 2 fjalë, 3 fjalë për kanë do me thani të mëdha. Këtë e ka veçuri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si definicione. E jep një definicion e pastaj ty e komenton atë definicionin me faqe. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith shumë të shkurt, për shembull ad-dinu nasiha, feja është këshill. Apo el-hajju arafa, haji është arafati. E tash ulemat kanë shkruajtur libra, tu e bë komentin e këtyre haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është e para. E dyta, wa nusirtu bir-ru'b. Jam i ndihmuar nga Allahu xhalla shan me trishtimin që e fut në zemrën e armikut. Musliman e lisht, musliman hala pa u bot umet popull, hala pa u bot fuqi, armiqve të islamit u dridhen kom, bëjnë zhurmë. Përmendin emrat e njerëzve që s'kanë vlerë. Realisht, nuk kanë ku me ditë se sa, por kjo është kanon që Allah i ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që të friksohen jo musliman prej muslimanëve, edhe pse nuk ku me ditë, nuk janë se sa të fort musliman në këto kohëra.
E treta, po hillet ljerë ghanajnë, më është bë halal ganimeti, prehu i luftës. Kaluarën nuk e kanë përdor pejgamberët dhe ushtrit e tyre ganimetin prehun e luftës. Për ka ardhë zjarmi dhe ka djeg atë. Kurse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka bë halal Allahu xhaleshanu prehun e luftës. Katër, wa ju'ilat lil ardu tahuran wa masjida, toka më është bë e pastër dhe vend falje. Pra duhet me pas objekt veçantë me shumë u fal. Ku të mzen namazi falna. S'ka ujë me dhej, mujtë marrë të emumë, se është i pastër dheu. 5. Wa ursiltu ila al-khalqi kafa, janë dërgu për krejt njerëzit. Pse pejgamberi tjerë i dërgoheshin njerëzve të caktuar, popull të caktuar. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i është dërguar mbar njerëzimit. Dhe e 6. Wa khutima bi an-nabiyun, dhe unë jam mbula pejgamberëve. Kanë përfundu pejgamberët me mu, mas me më nuk ka pejgamber tjetër. Pejgamberët përpara ka ardhur, ka pas qete ka ardhur mas atij. Qete ka ardhur mas atij, ka qenë i fundit. E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i fundit, pasi pejgamber tjetër nuk ka. Pra 6 gjëra me të cilët është dalluar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Me të cilët është dalluar ky pejgamber i fundit i Allahut subhanahu wa taala. Që si kanë pejgamber tjerë, apo si kanë patur pejgamber tjerë. Gjithashtu, transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimi se të tjera, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Mathali wa mathal al-anbiya'i min qabli", shembulli jam dhe shembulli pejgamberëve para meje, i ngjan shembull të njeriu i cili e ka ndërtuar një shtëpi. فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها. I cili ka bërë këtë shtëpi shumë bukur, shumë të mirë, por vetëm një qash pi qashëve të shtëpisë e ka lënë bosh një vend të tullës, nuk ka vendu atje. Thot, فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون. E njerëzit kur e shihnin këtë shtëpi të bukur, ju pëlqente shumë. Por edhe në habi pyetshin. Edhe në habi pyetshin. Hala udjat hadi lebina. Pse e kanon këtë bëshllëk? E se ka nuk e tull në këtë vend? Thot, fa ana lebinatu, unë jam kjo tulla, u ana khatimun nebijin, dhe unë jam mbule pejgamberëve. Pra kështu është. Kjo tull ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Është vëndu edhe është përsos kjo godin. Ky pallat, kjo shtëpi e bukur dhe e mirë. Ka përfundu me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo me automatizëm na jep të kuptojmë se thirrja e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë për mbar njerëzimin, jo vetëm për arabët. E as vetëm për turqit, për përket njerëzit. Ndodh që ja kthej shpinën islamit arabët, e kapin turqit. Ndodh që ja kthej shpinën islamit turqit, e kapin shqiptarët. Ndodh që ja kthej shpinën islamit shqiptarët, e kapin gjermanët. Ja kthej shpinën gjermanët, e kapin anglesët. Ja kthej shpinën anglesët, e kapin australianët. Ja kthej shpinën ata, e kapin afrikanët. Kryesore, kjo fe është përket popujt. Nuk është e veçantë për një popull të caktuar. I drejtohet thirrja gjithë popujve, mbar njerëzve. Kushdo që don të shpëton në dynjë dhe në ahiret, i drejtohet kjo thirrje dhe e thret në shpëtim të dynjës dhe në ahiret. Thot Allahu në Kur'an: "Kul thuaj o Muhammed, ja ayyuhan nas, inni rasulullahi ileikum jamian." O njerëz, unë jam pejgamberi i Allahut që kam ardhur për këtë juve njerëzve. Për këtë juve njerëzve. Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. Ja pejgamberi i Allahut që dorën e tij i ka qiellin dhe tokën. La ilaha illa hu. Përveç cilit zot tjetër nuk ka. Yuhyi wa yumit, i cili jep shpirt dhe e merr shpirtin. Fa aminu billah. Andaj besoni Allahut, wa rasulihi dhe pejgamberit e tij.
النبي الأمي pejgamberi analfabet الذي يؤمن بالله i cili beson Allahut wa kalimatihi dhe fjalëve të tija wattabi'uhu dhe pasoni atë la'allakum tahtadun nëse doni të jeni të udhëzuar. Al-Araf ajetin 158. Shikoni, ajet i përgjithshëm që i drejtohet krejt njerëzve. O ju njerëz, unë jam pejgamberi Allahut për krejt njerëzit. Allahut i cili e ka në dorë vetë qiellin edhe tokën, i cili nuk ka ortak përveç tij, ai është një, i cili jep shpirt dhe merr shpirt. Besoni Allahut dhe pejgamberit tij, i cili është ummi, nuk ka ditë me shkujt dhe me lexu. Pse? Që më thoje dikush se Kur'anin e ka kopju prej Tevratit edhe Injilit që ku se ka thonë disa njerëz. Apo ka qenë i lexuar intelektual dhe ka shpik vetë e ka përpilu. Ka qenë analfabet, s'ka ditë as me shkujt, as me lexu. Andaj, i cili ka besuar Allahut vetë ai dhe fjalëve të tija, andaj pason e këtë pejgamber nëse doni të jeni të udhëzuar. Gjithashtu thot: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. Më shpall mua ky Kur'an, pse? Që do të rejti vërejtën juve dhe atyre që ka me imri kjo fjalë. Domthonë që ky ajet tregon se feja islame është universale për gjitha kohrat. Ka ardhur ky Kur'an t'ua tregoj juve, ata që ka pa pejgamberi sa. Dhe atyre që ka me umri neve, edhe atyre pas neve. Nëse kena pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Por na ka arrit fjala e pejgamberit. Na ka arrit fjala e Allahut që ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe Kur'ani e ka këtë cilësi, që është tërheqës i vërejtjes për barë njerëzime. Zotë Allahu në Kur'an: Tabarakalladhi nazala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. I bekuar qoftë Allahu, i cili a zbriti Furqanin, që është emër për emër të Kur'anit, robit e tij që t'ja tërheqë vërejtjen krejt njerëzimit. Normalisht se kjo fe, pasi që ishte fundi, ishte e plot. Ai sikur se ajo shtëpia u plotsu. Nuk ishte mangësira. Ishte begati e plot e Allahut për njerëzimin. Thot Allahu xhalla shanuhu në surën Al-Maida ajeti 3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Sot u kam plotsu ju fenë time. U kam plotsu begatin time. Dhe jam i kënaqur që Islami të fe e juaj. Dhe thot: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. Allah është ai që e dërgoi pejgamberin me fenë e vërtetë dhe udhëzimin e plot. Pse? Liudhhirahu ala ad-dini kullihi, që të ngadhnjen mbi gjitha fetë tjera. Do të është e fundit, është e plot dhe është dominante, ngadhnjimtare, fituese me taktimin dhe dëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj Allahu xhalesha nuk pranon fe tjetër përpos së fe. Sot kushdo që ka besim tjetër nga Islami, çka do të beson përpos Islamit, ajo nuk pranohet Allahu. Andaj e shfrytëzojmë rastin që bëjmë me dije muslimanëve se fe e vetme e pranuar të Allahut Islam. Tjerët mundohen, lodhen, raskapiten, për ato nuk pranohet Allahu. Sepse janë larguar nga rruga e Allahut dhe nga rruga e pejgamberëve të Allahut. Thot Allahu xhalla shanu në Kur'an: "Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin." Ai që dëshiron fe tjetër përpos Islamit, ajo nuk do të pranohet prej tij dhe ai në ahiret ka me qenë për të humbur. Dhe thot: "Wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitabi wa muhaiminan alayhi." Ta kemi zbriti Kur'anin me hak, që vërteton librat përpara që kanë ardhur dhe dominon mbi ato.
besime dhe mbi ato libra. Po gjithashtu, pasi që vetëm kjo është fe e pranuar, Allahu xhalesha ka garantuar që ta ruan këtë. Nuk e ka lënë pa garancë, por ka premtu dhe ka garantu se kjo fe nuk ka me deviju, kjo fe nuk ka mu prish, kjo fe nuk ka me hum, kjo fe nuk ka mu ngrit, por ka me mbet. Thëtë Allahu subhanahu, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi shpall Kur'anin dhe ne kena për ta ruajtur atë. Garancë. Nuk ka garantuar për librat e mëhershëm. Për fetë e pejgamberëve të mëhershëm. Nuk ka garantuar. Andaj edhe ata kanë mësuar ndryshime. Andaj edhe ata ato fetë nuk janë sikurse i ka dërguar pejgamberët e Allahut, Musa, Isa e pejgamberët më radh. Por kanë ndryshuar. E Islami, elhamdulillah, për atë që ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e deri më sot, ka mbet mu i njëjti. Ky Kur'an që sot e lexon musliman, është mu i njëjti Kur'an që kanë lexuar edhe Abu Bekri, Omeri, Osmani, Aliu dhe sahabët e tjerë. Asnjë pikë, asnjë presë nuk është shtu, as nuk është paksu nga Kur'ani. Dhe gjëra që janë munduar njerëzit të trillojnë fjalët e Allahut, ato janë demantuar për një herë për muslimanëve. Edhe hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Musliman kanë krijuar një shkencë gjigante, madhështore, ajo shkencë e hadithit. Këtë shkencë nuk e ka asnjë popull në dynjë. Pse? Me filtru hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që mos vjen dikush me thonë pastaj ka thonë Muhamedi alayhis salam. Po ku e ka thonë? Deri faktet dhe argumentet. Andaj në këtë formë Allahu xhalla shanu ka mbrojtur këtë fe. Dhe thot Allahu xhalla shanu, andaj për këtë shkak edhe Kur'ani ka marrë këtë epitet që ka thënë Allahu, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Kur'ani nuk vjen e kota as nga para e as nga mbrapa. Pse? Se është zbritje apo shpallje nga Allahu që është i urtë edhe i lavdruar. Pra ky epitet se nuk përzihet me të kotën haku i Kur'anit, i ka mbetur vazhdimisht Kur'anit, prej asaj dite deri më sot, dhe ka me vazhdu deri në kiamet me lejen Allahu subhanahu wa taala. Andaj kjo ishte hyrje në nevojën për besim tek njerëzit, dhe se si Allahu xhalla shanu u ka dërguar shpalljen, dhe se si shpallja pastaj ka marrë fundin e vet, dhe se si ka marrë plotësinë e vet, dhe se si ka marrë garancën për Allahu që të mbetet e tillë, e paprekur, e pandryshueshme. Pse? Pasi që është e fundit, do të thotë e plot. Pasi që është e plot, do të thotë e garantuar mos të cungohet, të paksohet. Dhe këtë element i ka feja e Allahut Islami, dhe për këtë shkak ajo vazhdon. Dhe për këtë shkak ajo përhapet. Dhe për këtë shkak ajo deporton në zemrat e njerëzve. Atje ku më shumë ti luftohet, atë më shumë të deporton, se është hak, është e vërtetë. Dhe është e mbrojtur nga devijimet që e largojnë nga natyrshmëria e vet fe, e cila është përputhje me natyrën e njeriu të pastër, në cilën e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Pra këta ishin dy mësimet e para, pastaj inshallah në mësimin e ardhshëm do të flasim se Islami është akide dhe sheria, i lidh diat besim dhe ligje që duhet të zbatohen, që pastaj të flasim për burimet e akides, e që pastaj të fillojmë të flasim për besimin në Allahun subhanahu wa taala. Na lutim Allahun xhalla shanu, na jap besim të shëndosh, lutim Allahun xhalla shanu të udhëzon popullin ton, të ri dhe të reja tona, lutim Allahun xhalla shanu të jap mirë në dynjën e ahiret. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.